Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu. Allahun xhaleshanu e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërka salavatet tona në këtë ditë të bekuar të xumas ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkëri sot këtë ditë të bekuar të xumas e që do të mundohemi të themi disa fjalë rreth temës në gjurmët e rinisë së Muhamedit alayhis salam. Pasi që jemi në vazhdën e shpjegimit të temave rreth rinisë, sot jemi në fillimin e muajit Rabiul Awwal, muaj në të cilën lindi i dashuri i zemrave tona Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vendosa që këtë temë që kushtojmë gjurmëve të rinisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Zomen se njeriu vazhdimisht e ndjen nevojën e një udhërëfysi që mund ta udhëheqë, e një shembulli që mund ta marrë si model në çdo fazë të jetës së tij. Njeriu e mëson gjuhën e tij, fen e tij, sjelljet e tij dhe të gjitha zakonat që e përbëjnë personalitetin e tij përmes njerëzve, udhërëfis dhe shembujve që i ka zgjedhë vetë. Për shembull, një fëmijë i vogël e mëson atë gjuhë që e flet nana e tij. Shumë sjellje dhe lëvizje fëmijët e vogël i mësojnë duke i imitu prindërit e tij. Me kalimin e viteve, me zhvillimin e perceptimit dhe aftësive, merr mësime të ndryshme nga shumë njerëz. Edukimi dhe arsimimi i njeriut përbëhet nga imitimi që i bën shembujve pozitiv apo edhe negativ, nëpërmjet aftësive së imitimit që gjenden natyrën njerëzore. Ndaj edhe veçoritë e njerëzve që dikush i ka zgjedhë si shembull për vete janë shumë me rëndësi. Jeta e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është si një pasqyrë e pastër dhe e qetë. Është detyrë çdo besimtari dhe besimtare që duke parë veten këtë pasqyrë t'i zbukuroj sjelljet e veta, ta korrigjoj veten e vet. Allahu xhaleshanu ka bën që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta fillon jetën e tij prej shtresës më të ulët dhe më të dobët shoqënisë, që është fëmia jetim, pastaj atë e kalojnë gjitha shkallë, edhe nga aspekti i fuqisë, edhe nga aspekti i pushtetit, e ngjiti ata në pikën më të lartë dhe e boni që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qetë edhe lider. Allahu xhaleshanuhu në ajetin që lexova pak më herët, i cili gjendet në surën Al-Ahzab, është ajeti 21, thotë: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
wa dhakara Allahe kathira. Ne, të dërguarin e Allahut, ka një shembull të mrekullueshëm për atë, i cili shpreson tek Allahu xhaleshanuhu dhe tek dita e fundit, dhe ai i cili e përmend shpesh Allahun. Vëllezër të ndershëm besimtar, i dërguari Allahu xhaleshanuhu edhe në vitet e rinis ka qëndru larg këqijave, periudhës në të cilën ka jetu, periudhën e ignorancës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se të bëhej pejgamber, ishte njeriu më i ndershëm i shoqërisë, nga aspekti i personalitetit dhe nga aspekti i humanizmit. Gjithashtu edhe nga aspekti i edukatës ishte më i miri. Aqsa për shkak se Allahu xhaleshanuhu i kishte mbledh tek ai gjitha vetit, gjitha cilësit të bukura njerëzore. E mur një emër i besueshmi El Amin. Tashmë, kur e mur këtë emër, ishte me emri i dytë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse tek populli i tij ishte shumë i besueshëm. Andaj edhe fillon t'i thojmë El Amini, i besueshmi. Transmetohet se është vetë një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a keni adhuruar ndonjëherë dikant tjetër përveç Allahut xhalla shanuhu? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, asnjëherë. Atëherë ja banën pyetjen e dytë dhe i thanë, a keni pirë ndonjëherë alkool? Përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, jo. Dhe tha, edhe kur nuk e dija se çka është imani dhe Kurani, e dija se alkoholi është i ndaluar, nuk është punë e mirë. Krejt kjo ka ndodhur para se të filloje shpallja, para se të bëhet pejgamber i dashur i zemrave tona, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, Ayman e kallëzon një rast kur idhujtarët Quraysh mblidheshin një herë në vit për rreth idhullit buvane dhe bënin ceremoni që zgjatëshin deri në mramje, duke therë kurban, duke i qethur flokët edhe duke bërë itikaf. Edhe Ebu Talibi ishte përgatitur për këtë festë. Por kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili vazhdimisht nuk ishte qef me shku me ta. Mixhallarët e tij, hallat e tij, u zemërojshin shumë me Muhamedin alayhis salam, se nuk po përgjigjet dhe nuk po shkon në festa me to. Njëherë transmetohet se hallat e Muhamedit alayhis salam ju drejtuan Muhamedit alayhis salam dhe i thanë se na kemi frikë se mos gjejnë ndonjë e keqe, sepse ti po va kthen shpinën zotrave tonë. Pastaj ata kam ngulshin atë shumë sa që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si fëmiu detyronte të shkojë bashkë me ta. Mirë po, në një rast, humbi nga sytë e hallave dhe mixhallarëve dhe pak ma vonë u kthi diçka si zverth ishte. Ju drejtuan hallat dhe i thanë çka të ndodhi. Ju drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju përgjigj si në shaka, si në hoka, kam frikë se mos më ka prek ndonjë e gjine. Atëherë hallat e tij ju drejtuan dhe i thanë se Allahu nuk të mundon ti me shejtanin, as e gjinët që në bujnë kur gjonë ti, sepse si i vogël, kishte kallëzu aftësi tjerëzakonshme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Te këti gjindet çdo vërtet i bukur.
edhe i drejtohen përsëri dhe e vesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hallat, na ka lexuar drejt se çka ka ndodhur me ti. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot se sa herë që u munojsha të afrona rreth atij idhulli që ju e adhurojni, vikën i buri i gjatë i vishur me të bardha, edhe më thoi ke ja Muhammed, ktheu ti mos e prek ata, ktheu ti mos e adhuro ata, ktheu ti mos i ban sijtë ati, ktheu ti mos i ban rëqiu ati, ktheu ti mos i ban kiam ati. I do thot se Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet kësaj forme e ka pengu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që t'i përkullet idhullit të cilin e adhurojshin Kurejshit në atë kohë. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar një rini mjaft pastër dhe të ndershme. Rini e pastër dhe ndershme për të cilin kemi nevojë ta mormi model edhe në ditët e sotit, vëllezër. Allahu xhaleshanuhu e rujti nga ato punë pahishme, e rujti nga immoraliteti. Kur ishte duke i rindërtu qabja, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bante gurzi bashkë me xhaxhin e tij Abbasin, i cili me qëllim që mos ta dëmtojnë supin e tij të zbulum, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vendose rrobën tënde mbi sup. Mirë po, derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u mundu që rrobën e tij ta vnojë mbi sup u rrëzu për tokë, dhe duke i ngul syt nga qielli, ju drejtu xhaxhës së tij, ma jep rrobën, se ju largu rroba, ma jep rrobën. U mlu, e në atë kohë vëllezër të ndershëm besimtar, njerëzit nuk i kushtojshin vëmendje veshjes. Veshjet o vëllezër janë etik dhe moral që shieshin në atë kohë veç natyrshëm. Gjithatë i dërguari i Allahu xhaleshanuhu nuk ishte nga ata të cilët do si do njeri. Edhe kur u rrëzu, u shplu pak trupi i tij, e kërkoi rrobën, u mblu. E çtu pak do të nalna vëllezër. Do të nalna një 2-3 minuta një koment shkurt. Në krejt mburemi me Muhamedin alayhis salam. I ri, plak, e re, plake, të gjitha gjeneratat mburemi me Muhamedin alayhis salam. Po, e kemi analizu do njëherë veshjen e Muhamedit alayhis salam. Që vetëm një rast, dhe më thonë pak ju ka zbulu trupi, mi njëherë i ka kërku mi gjëzhe, ma jep të eshën të lona. Sot jetojmë me një kohë pa kohë, model kërkan se kemi. Robat shkurta, robat preme, sa ma të preme janë, ma të mira janë. Sa ma të shkurta janë, ma të mira janë. Vëllezër, nëse pretendojmë si jemi umeti Muhamedit alayhis salam, me kësi veprime jo, marrë me tarë misafir dikush vjen me tesha shkurta, për shkak xhamisë unë pe përdori një laf ma të ranë për ato persona. Vjen të vorët, pantullët shkurta, vjen darësëm, pantullët shkurta, në sokak, pantullët shkurta, në xhami, pantullët shkurta. Vëllezër, kujdes se nuk është hajgare. Kujdes se veshja e zbukuron njeriun. Pa veshi kimi kafshët. Ato që ashtu i ka falë Zoti. Neve në ka urnu Zoti, zbukurohemi, dveshemi me veshjet më të mira, sidomos në ditët festive, e sidomos ditën e xhuma. Mos bëjmë shkak që dikujt ja prismi edhe xhuman. Shpesh herë ndodh, ankesa kemi nga xhamati të cilët ankohen se ka që ashtu si akon, në kujti ku akon. Gjithë sullak. Dhe zërë, kujdes, sidomos generatat e reja.
Ma si dojmë ta kemi shembull Muhamedit alayhis salam, a edhe kur akon gjendje i rrëzum, një gjëzvet ja kërkoj ta mbloje trupin e tij. E dihet përveç që du të flasmi do një temë tjetër, se der ku e kemi atë momentit se kur duhet kemi nga ata të cilët që e zbulojmë pjesët e turpshme apo avretin që i themi në gjuhën islame. Ka një transmetim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë, dy herë kam tentu ta bëj tradit, ta bëj zakon në periudhën e ignorancës. Mirë po Allahu xhaleshanuhu më ka rujt nga kjo. Një natë, derisa pëjkullos me thot kopet e deveve, me disa të ri, Kurejsh, pjesën e sirpët Mekës, ju drejtova shokut tim dhe i thash, nëse ti kujdesesh për dhënët e mia, nëse ti kujdesesh për kopen time, do të shkoj të shoh se shka të u bo të muhabetet natës, të këtë rit me kas. Shoki i cili ishmi të i ru, thot dhenë bashkë, tha s'ka problem, unë të i ru i dhenë, shkoti. Unë isa, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ju afrova Mekës. Fillova me dëgju zërat defit, zërat kavallit, zëra të fishklu njerëzit. A keni pa? Edhe në disa tubime, disa tri, po edhe treja, fishklojnë, nuk e di shka ju venë ma të fishklume. Nuk e di shka përjetojnë ma të fishklume, po ato e din. Unë për veti se kam përjetu asë një herë, s'kam tentu në këtë drejtim, dhe se di me e spjegu mas pari se pësë ndodhë. Edhe atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju drejtova disa trive, dhe ju tha shka të ndodhë, për herë pari ka pa. Tha, ashtu martu filan buri me filan gruan. Dhe nga Koreshja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillova t'i vëzhgoj, fillova t'i kshiri. Mirë po diçka zunën vesh me muranu. Në atë moment tha se kam ditë se ku jam zuxhumi. Thot, kur u zgjova, e shoh thot dilli kishte dalë, u ktheva minjerë të shoku jem, i cili më pritke të mvese se si ki kalu. Ju drejtova dhe i thash betohem në Zot, se unë shkova, i pash muzikën, e pash fishklumët, e pash zhurmën që përbohët, në atë moment thot mu ranun vesh, edhe qka bona, fletëm, kishë zonë gjumi edhe kam badhë, kur gjo s'kam pa, kur gjo s'kam përjetu, kur gjo nuk kam shiu. Gjithashtu ka dhe një transmitim, thot pejgamberi alayhis salam, një natë tjetër, u përsërit e një të gjo, dhe përsëri thot shkova të interesohem të shofë se qka të ndodhë. Përsëri tha zoni gjumi. Allahu xhaleshanuhu thot më nderoj me profeci, përveç këtyre diraseve, nuk kam tentu mua me bo hoxhum ku ka pas mbledhia. Dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në moshë të vogël e ka ndihmu xhaxhen e vet në sigurimin e të ardhurave. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çdo pejgamber që e ka dërguar Allahu xhaleshanuhu, patjetër që ka kullo dele. Ju kanë drejtuar dhe e kanë vetë pejgamberin alayhis salam, edhe ju keni kullo dele o i dërguar i Allahut. Tha po, kullotja delet e me kazve kun drejt pagesës. Më thonë, i dashuri i zemrave tona, mes tjerash ka qenë edhe çoban i deleve. Nuk është nënçmim vëllezër të ndershëm besimtar se na po jetojmë me një kohë në të cilën çdo gjo pe ku nënçmim. Me punu si hoxh nënçmim, me punu muezin nënçmim, me punu zyre nënçmim, me punu polic nënçmim, me punu ushtar nënçmim, me punu çoban nënçmim, me punu atje nënçmim. Musabit nëse janë në luftë madhe vlera kundrejt vlerës. Vlera e mirë dhe vlera e keqe, puna e mirë dhe puna e keqe. Në luftë madhe janë. Dhe ne do të jemi nga ata të cilët
e vazhdojmë rrugtimin tonë dhe secili kur e dëgjon pak biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aty na flet zemra dhe ne duhet vazhdojmë me këtë biografi të jetojmë, ta përfundojmë jetën tonë me këtë biografi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne do vazhdojmë inshallah nëse do Zoti edhe xhumat e ardhshme, pasi që jemi edhe në fillim e thashë në muajin e Rabiul Awwalit, do të shpjegojmë pjesë nga rinia e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që jemi nga ata që e mormi shembull jetën tonë të përditshme, sepse Muhamedi alayhi salam ishte i dërguar i Zotit për të gjithë njerëzimin. Vëllezër të ndershëm besimtar, shfrytëzoj rastin që ju informoj para 2 xumajave që të bun paret holla në lidhje me një rast, një shtëpi që u gjeg në Hasanbek, u të bun gjithsej 1550 euro. Pa mundësi që më ju falenderu se cilin veç e veç, në emër të Këshillit të Xhamisë Rezistenca dhe në emrin tim personal, ju falenderoj gjithve për kontributin që e keni dhënë, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që çdo dinar që e keni nda nga kafshata e gojës së juve, Allahu xhaleshanuhu ja u kompenzoft në këtë dunjë dhe në ahiret inshallah ju shpërblen me xhennetet të mirat e tij të pakufishme. Elhamdulillahi rabbil alamin.